kumbulla bën pjesë në familjen Rosaceae trëndafilore dhe gjinin Prunus mill, duke u renditur e pesta për nga sipërfaqja e mbjellë në pemtari. Ajo është një pemë e qëndrueshme, me lulëzim të hershëm dhe që kërkon trajtim specifik. Karakteristikat kryesore të kulturës së kumbullës janë: kultivarët. Njihen rreth 35 specie të ndryshme, por kultivarët si Santa Rosa janë më të përhapur. Mbjellja. Nën shartesat e fuqishme kërkojnë hapësirë mbjelljeje 6 deri në 8 metra. Por, si çdo kulturë tjetër, edhe kumbulla preket nga sëmundjet dhe dëmtuesit, kundër më të përhapurat janë: monilioza, apo kalbëzimi i frutave. Prek gjethet, filizat dhe frutat, duke i bërë të duken si të djegura. Shkaktohet nga kërpudhat e gjinisë Monilinia. Simptomat janë: tharje e luleve, kalbëzimi i frutave, njolla kafe, favorizohet nga lagështia e lartë, luftimi, krasitje, largimi i frutave të infektuara dhe trajtime me fungicide. Njollosja e gjetheve shkaktohet nga kërpudha të ndryshme. Simptoma: njolla të vogla të kuqe kafe në gjethe, rënje e hershme e tyre. Luftimi, spërkatje me preparate fungicide dhe mbajtje e pastër e tokës. Vrugu i kumbullës shkaktohet nga taprina pruni. Simptoma: deformimi i frutave, bëhen bosh dhe të zgjatur, luftimi, trajtim në fazën e lulëzimit dhe paraqeljes së sytheve. Kanceri bakterial shkaktohet nga bakterjet si Pseudomonas syringae. Simptoma: plag në deg, rrjedhje e lëngut, luftimi, krasitje e pjesëve të prekura dhe dezinfektim i veglave. Dëmtuesit kryesor. Krimbi i kumbullës shkaktohet nga Cidia funebrana. Simptoma: fruta me vrima dhe larva brenda, luftimi, përdorim i feromoneve, insekticide në kohën e duhur. Afidet apo morri i bimëve, insekte të vogla që thithin lëngun e bimës. Simptoma: gjethe të përdredhura dhe rritje e dobët. Luftimi, insekticide biologjike ose larje me ujë dhe sapun. Merimanga e kuqe. Dëmtues mikroskopik që shfaqet në kushte të thata. Simptoma: zverdhje e gjetheve dhe rjeta të holla, luftimi, akaricide dhe rritje e lagështisë. Brumbulli i trungut. Dëmton trungun dhe degët. Simptoma: vrima në trung dhe dobësimi pemës. Luftimi, pastrimi i trungut dhe përdorim insekticidesh specifike. Këshilla parandaluese. Krasitje e rregullt për ajrosje më të mirë. Heqje e mbetjeve bimore të infektuara. Spërkatje parandaluese në pranverë dhe vjesht dhe zgjedhje e varieteteve rezistente. Kjo ishte një përmbledhje e shkurtër e disa nga pikave kyçe për dëmtuesit dhe sëmundjet dhe menaxhimin e kulturës së kumbullës. Jemi afër përfundimit të mesditës, është gati ora 5 edhe bletët zakonisht janë duke u largu që në këtë fazë kemi gati shumë të shpeshta, me thonë, sepse janë duke bë fazën e polenizimit të këtyre luleve. Këto lule janë të kulturës së kumbullës, dhe me thonë që bletët nuk janë të vetmet insektet të cilat i kemi zakonisht në plantacione. Përveç sëmundjes, disa prej tuzeve më të mëdha që shkaktojnë probleme te kumbulla i kemi edhe insekte. Sëmundjet i kemi parë në episodin e kaluar, ndërsa tash po flasim për insektet që mujnë me ataku.
domethënë. Zakonisht mas problematike mujna me pas krimbën e kumbullës, pastaj kemi edhe insektet e tjera, siç janë brumbujt, merimangat, mushkonjat. Zakonisht janë edhe morrat, të cilat e atakojnë sidomos gjatë fazës së formimit të luljes, sepse zakonisht koncentrimin e sheqernave kemi më të madh dhe e dim që kudo që kemi koncentrim të sheqera mujna me gjetë edhe afidet ose morrat. Edhe thash me siguri kur po e ndëgjoni këtë ndro krejt për juve duke menduar se me çka me i shëru. Zakonisht i don kushtet e kundërta. Sidomos kur kemi të bëjmë me insektet, ajo çka zakonisht na ja u preferojmë më shumti është që me pas edhe disa letra me ngjyrë edhe që kanë gjitës. Për shkak që mundën me pas njënën prej gjinive të cilat ngjiten prej saj edhe kështu ju e parandaloni edhe shumimin. Ato zakonisht vjen në mes të rendeve, kudo ku keni në plantacion koncentrim pak më të madh të insekteve. Po ashtu kushtet e kundërta mundën me qenë ku paraprakisht ju përdorni insekticide parandaluese, gjatë që këto insekticide ndryshe janë edhe të tjerën të kontaktit, që i mveshën degëzave, i mveshën fazës para të lulëzimit, i mveshën edhe pjesës të gjetheve, edhe kështu që ato e parandalojnë që me kontaktu insektin me bimën. Sa po e ndëgjon aromën e insekticidit, largohet edhe kështu është një prej formave që ju mundi me i largu insektet prej plantacioneve të juja. Mirë, për informacione më të hollësishme, zakonisht ju doni me pa se në çfarë faze i kemi insektet, a kanë një fazë të madhe të shumimit të tyre, sepse nëse janë në sasi të vogla, atëherë nuk keni nevojë me shpenzu për insekticide, mirë po nëse janë në sasi të mëdha, ato dinë me shkaktu dëme të mëdha dhe kështu ju doni me u konsultu me dikën prej agronomëve më të afërt që jeni në plantacionet e juja. Unë s'po du me zbulu më shumë detaje, na kemi me shku edhe me ndjek një bisedë, e cila ka me qenë një bisedë mjaft e këndshme sepse pamjet i kemi të mrekullueshme përreth. E kemi kumbullën në fazën e lulëzimit, një histori vërtet të suksesit, nga është inspiru për me fillu kumbullën se kemi një kulturë shumë të rrallë në Kosovë. Po s'po du me zbulu më shumë detaje, na shkojmë edhe ndjekim bisedën. Atëherë zotëri Zenon me na tregu kështu pak a shumë për publikun për sipërfaqen cilën e kemi këtë, sepse kjo duket pa rrethoja, duket edhe më e madhe se sipërfaqe. Sa sipërfaqe i ki edhe sa trupa me kumbull janë të mbjellun këto? Këto sipërfaqja është 55 ari, dikun janë 450 trupa. Edhe Në cilin vit i kemi pend? këto janë në vitin e 4. Në vitin e 4 të prodhimit. Po e shohim që pak a shumë e kena një krasitje shumë interesante edhe që duket me kanë adekuate realisht, sepse ta mundson me pas prodhim prej bazës poshtë, edhe kemi majën apikale më të lartën, edhe që momenti kur këto ranohen hapen edhe ka ndryshim thujse në gjithë trupin ose fidanin. Edhe tash me këtë krahasitje dhe luljet që duken shumë bukur tash në këtë kohë, me na tregu kështu sa ke pas prodhim viteve të kaluara dhe a ke pas një vit sukses shumë, flasim përveç 2025 që e dim në krejt Kosovën s'kemi pas kumbull. Po vërtet, është 2025 nuk ka pas se është kanë një temperaturë shumë e ulët. Edhe domethënë vitet më parë janë kanë shumë të reja sa për nevojat mia ka pas, po diçka për treg nuk ka pas. Besojmë tash në këtë vit që do të ketë, ka lulë shumë mirë. Edhe kjo krastitje që përmene ti, është pak ma krastitje ma e veçantë në krahasim me një bashkë ma herët që kemi vizitu. Është vetëm formë tjetër? Po, është një formë tjetër. Kjo krastitje falë burim Regjaj, agronomit tonë shumë është i shquar, edhe e kemi bo me ndihmën e tina. Zakonisht e njohin gjithë në këtë zonë, edhe është mirë realisht kur të kemi ofër agronom sepse na ndihmon me pas plantacionin në gjendje të mirë. Dhe po e shohim që sidomos që pjesën afër trupave e kemi edhe me ma pak sasi të barojave, gjatë që tregon se edhe mirëmbajtja është goxha e mirë. Edhe me më tregu kështu për vitin më suksesshëm të prodhimit, cilën e ke pas edhe zakonisht sa din me dhonë? Nuk muj me dhonë shifër, për arsye se hala nuk ka atë fazën që duhet. A, se të 2023-in i ke mbjell? Po, që mbjellja u konë shumë e hershme,
Dhe më thonë për këto vite, sa ka, është si trup, është zhvillimi shumë i mirë, për arsye se edhe ujitjen e ka sistemit pik-pik. Po kur i ke mbjell, të kanë thonë sa mundet me i dhoni trup? Për afërsisht flas? Se për momentin nuk e di Afër 20 kg do shta? Jo, shumë është 20 kg, se mi dhoni 20 kg është shumë mirë, po nëse mundet mi dhoni jep në 7 dikon deka 10 kg, është e mjaftueshme për këtë kohë që është. Jo, e flas për prodhimin maksimal. Prodhimi maksimal, normal që duhet mi dhoni 20. Duhet mi dhoni 20. Paka shumë më me thonë ashtu që është një zonë, kryesisht kjo pjesa e fshatit Kaliçan e komunës Tislukut që ka probleme të mëdha me ernat. Edhe zakonisht ato mandej dinë edhe me sjell se shkaktojnë çamje ose thymje të degëve, që është një port, më me thonë për krejt dëmtuesit që aty me hyrë dhe me shkaktu probleme të mëdha. Ke pas dësha probleme ndonjë insekt ose ndonjë smundje viteve të kaluara që di me pas plantacionit? Jo, nuk kemi pas, për shkak se thash edhe më parë, unë çdo send që bëj diçka, atëherë konsultona me burimin, edhe kështu që gjithmonë i kam ato preparatet çka ka nevojë dhe domethënë i kryj ato detyrat çka i takon. Cilat janë punë zakonisht që i duhen i plantacionit gjatë një viti, flas janar dhjetor? Punët janë të ndryshme këtu. Të flasim prej krastitjes. Zakonisht në cilën fazë e kërkon kjo zona juaj? Është marsi kryesisht? Sigurisht marsi. Unë e bëj edhe krastitjen e gjelbërt, e bëj edhe gjatë kohës verës. Kështu që... Kështë një popull si dora e dytë. I bjen dora e parë, I bjen dora e parë. Tash mas krastitjes? Mas krastitjes, po. Po, atëherë të ne kom shumë ma pak punë, edhe kështu që arri veti kry, veti bëj krejt gjitha këto. Po spërkatjet zakonisht? Edhe spërkatjen e bon. Tash për shembull është dhe kemi bërë spërkatjen dimnore, tash një herë kemi bën lul. Tash edhe faza e lulës është shumë e ndihshme. Faza e lulës është e ndihshme dhe duhet me ditë edhe kohën kur. Besoj tash mas 7 dite që e bëjmë edhe një herë dhe një spërkatje, atëherë e shohim çka ka nevojë. Nëse ka diçka për shembull, ka në smundje diçka tjetër, atëherë e kryjmë edhe ato. Spërkatje domethënë që me ditë edhe publiku se për çka po flasim janë parandaluese. Parandaluese janë. Që domethënë jam mëson që mos me u ataku për asnjë dëmtuesi, që mos e pas mandej probleme ta shkaktojnë ndonjë sëmundje ose ndonjë dëmtues, flasim insekte që mujnë me dëmtu ose lulën ose gjetën ose frutin, mandej mos e pas problem fare në kontakt me to, e parandalojmë. Ashtu është. Zakonisht. Për dallim ndoshta prej pemishteve në Evropë që deri në 30 herë brenda një vegetacioni spërkasin se kanë shumë problem me shi, ndërsa kjo klima kontinentale na favorizon neve. Është realisht një kulturë e kushtueshme, flas sa duhet investim çdo vit. Po nuk është edhe shumë e kushtueshme. Të morëm kështu nuk është edhe shumë e kushtueshme, sepse gjitha këto çka i bëjmë na, i kemi edhe subvencionet që i marrim, domethënë stimulon me kry punë, me bëjë diçka, nuk e di që nuk i mbulon gjitha. Po ti nëse ki një produkt tonë që e ki që ti menon me është fitim prurës, atëherë duhet me dhënë kontributin. Edhe duhet me punu. Këtë vit po pra të prodhim? Besoj që po. Nëse arrini me pështu fazën e lulës. Se sidomos këtë javë. Besoj se vitin e kalum kanë shumë keq bashkë në qëtë kohë. Bashkë në këtë kohë në 70 ditë ma herët, kanë shumë problem, edhe dhe më thoni kemi pas dëmtu me krejt. 100% këtu nuk ka pas asë një frët. Këtu, me thonë ashtu nuk kemi të plot 1 hektar, po për dikan që dënë me mbjell në 2026 për herë të parë kumbullën. Është realisht një kulturë që ja vlen me u marrë me ta dhe është kulturë e kushtueshme si investim fillestar po flas. Po tash të thëmë edhe drejtën, na e kemi bë mbjelljen vetë. Po me marrë punëtor kushton edhe ma shumë. Punën e kemi bë vetë, krejt. Dhe me thonë nuk e kemi një të kushtueshme këtë punë. Po sa i përket nëse bën
me gjitha me pagesë, atëherë besoj që është pak e kushtueshme. Po ja vlen, ma mirë është me bo qështu, me pa qështu, se sa me lanë për pa punua. Jo, normalisht. Normal. Sepse mandej kur të jep prodhim, e sidomos kur të flasim për prodhimin maksimal, ato prej 20 kg për një trup, ka një çmim që ta kanë premtu që është i levërdishëm për ty këtë vit nëse arrin me e shit? Për besë nuk di çka të them për këta, se nëse shkon për shembull vitin e kaluar që është konë, është konë fitim shumë i mirë. Sepse edhe s'kemi Se s'ka pas, edhe domethënë është shku deri në 2 euro edhe ka pas në shtatë më shumë se 2 euro për kilogram. Po tash këtë vit të kumlla, nëse shkon edhe më lirë, domethënë kumlla e nxjerr veten. Sepse sasi të madhe për trup. Sasi, normal, sasi më shumë. Ta mundson që mandej edhe çmimin me kanë. Ashtu është. Ndërsa nëse flasim për investimet fillestare, zakonisht flas blerja e fidaneve, ndresja e krejt mineralizimit tokës, mbjellja mandej, sistemi pik-pik, pleherimi, pesticidet fillestare që jepen pikrisht po që atë vetë krasitja, nëse i marrim krejt bashk, është sa janë të kushtueshme për dikant. Imagjinoj sikur unë këtë vetë po du me mbjell kumllën, sa kërkon investim. Që dikush që ndëgjon intervistën tashme e ditë pak a shumë sa i duhet për kumllën. Flasim për 1 hektar gjithmonë. Por afërsisht. Moj me ditë për shifën. Po për shembull sa kanë kushtu fidanët për? Unë këtu i ku marr donacion i ku marr. Keni grant? I ku marr grant, i ku marr donacion për komunës. Domethënë unë ku pagu 1%, nuk dikun se di, nashta dikun duke që është 30%. 30%, po, dikun nashta 300 e diçka euro se di, bash tamam se di. Po te na më e kushtueshme ka qenë kjo për shembull kur e kemi punu ujtë penaltit që kom dikun nga 800 metrave që kom bo kanalin, e kom punu ujtë penaltit për punë me bo sistemin pik-pik tu. Edhe njihet fshati që ka problem me sistemin e ujitjes. Ka problem këtu, ka problem, po këta ne kemi disa kruje kemi manalë se në fshat atje, edhe kështu që furnizohem nga tu. Sepse është zonë kodrinore malore, është larg prej ujnave toksore. Po kemi na këtu pusetat i kemi këtu bunarët që i thon. I kemi edhe pusetat që janë edhe nuk ka nashta ujë krejt tamam të mjaftueshëm sa duhet, po gjinem disi. Punoni veç në baza familjare apo po pretendon që këtë vit të paktën në fazën e vjeljes me pas edhe punëtor? Për momentin familjare. Me menaxhu kështu me sa persona zakonisht, sidomos flasim faza sezonale, sa persona i kërkon? Kjo sipërfaqe, për shembull tash qysh nëse jep frut tamam sa duhet, kjo don punë shumë. Po besoj që dikon me 5-6 persona arrin. Për momentin jemi 4-5 persona, edhe nuk kam nevojë për diçka tjetër. Përveç që i ke pas pjesën e donacionit, me siguri merr edhe subvencione. Po subvencione marrim, si vetë ka edhe rritje pak në çmimin e subvencioneve. Nuk e di parafërsisht sa janë rritje. Vitin e kaluar ka qenë deri në 500 nëse s'gaboj për hektar. Për hektar. E tash unë në përçit sipërfaqe diku merr gati për gjysmë. Po 400 e diçka euro kum marr përçit sipërfaqe. 400 po. Mirë po, një problematik tjetër që zakonisht ma cekin pemtarët është edhe pjesa e breshit. Edhe kjo i ka kushtzu në një farforme që kudo që kanë pas plantacione me pas edhe sistem kundër breshit. Po planifikon me pas në këtë plantacion? Nuk kom menu diçka me bo tillë. Është edhe realisht shumë e kushtueshme. Është e kushtueshme. Nuk ku menu këtë drejtim. Po për pjesën e tregut, me qenë se po pretendon këtë vit për herë të parë me hyrë treg me kumbullën, po mendon që kish me qenë e udhës me gjetë tregun vetë që mandej ju vetë me caktu një çmim sa doni me pas te konsumatorët ose te ata që vinë me marrë direkt këtu pe plantacionet, apo ki ndonjë kontratë me dikant pe pikave grumbulluese më të afërta në këtë zonë? Vetë që kemi kështu biseda me këta marketeve që i kanë kësajde, në këtë pjesë tonë nuk kemi bon kontratë me dikan,
Për arsye se nuk e dishim çush është viti që vjen, edhe besoj që vite tjera kemi këtu pemishta dhe tjera që janë edhe bashkëpunojmë së bashku. Po, kjo është për të ardhën, do me thonë që po e shohim, po besoj që kena me mri me konë edhe gjatë fazës vjedhjes, edhe me pa zakon se sa kemi prodhim. Po për me arrit deri një prodhim maksimal, po du më kthy prapë te puna. Tash nëse do mi mbjell dikush moshë sikur t'jujat, zakonisht sa është largësia mes rendeve që e preferojnë për me pas prodhim maksimal flas, edhe sa është mes prej bimës në bimë. Këtu unë që shikom mjellë këtu janë 4 metra është kjo pjesa metri është, 4 metri janë të mjellëna. Kjo është adekuat, ja? Po unë e kom bo kështu, besoj që dikush e ka 4x4. 4x4, dikush e ka 5 metra gjënësinë metri e ka këtu. Do më thonë është pjesa që duhet me mendu për shembull me një përpun dvjeljes, të bartjes të kumllave. Kjo është. Unë e kom pas këtë menim edhe kom pjestu qësh me kry tamam për me nëzon këtu për shembull 400 sa copa janë, që kjo është krejtë. Me çfarë pleut kanë preferu me plenu? Unë e kom tash për momentin që kom plenu, e kom plenu me 3-5 meqe. Në 3-5 vjeqa. Është edhe me shiju kështë, përveç që është kulturë bërthamore, e ka edhe një fashije shumë të thartë, dhe kjo tregon që në tokat kodrinore dhe në tokat, na i thojnë aluviale, ku dhe është i përzim, ose populli që thotë ndryshe, dhe çka ka pru lumi, zakonisht është toka e Dugagjinit, kryesisht karakterizohet me një tip toke të tillë, që edhe kumbulla e kërkon. E kemi pas në proborët tona, tashmë e kemi edhe në prodhim intenziv. A ka naj sfidë që e ballafaqu këto vjetë edhe që të ka bo me menu me thonë kjo është viti fundit, vitin tjetër as nuk kam u kujdes, zdan prodhim, nuk du mu marrë ma me to. Jo, që për kundrazi për shembull vitin e kaluam që jenë konë edhe jemi konë gjithë zhgënym këtë punë. E di, po unë as pak nuk e komendu ato që kom pas një humbje për shembull. E kom si pasion, dëshirë kom këto. Ose domos kulturë e mirë për ata që dojnë me pas një punë të dytë, ose që dojnë me vazhdu pas pensionimit, ta mundëson me konë... Kjo është për kohën time. Se ta mundëson me konë edhe natyrë, edhe aktiv fizikisht. Ka diçka që ju kështë këshillu, krejt atë në përshamu me thonë ke gabu ti, edhe mos milion tjerë të me gabu. Një diçka që kështë thonë dëgjoj nëse dikush e mbjell mos e bëni këta, ose jo preferoj me e bë këta. Jo, unë shumicën këtu kam edhe shumë të afërm për shembull që i kanë tokat kështu. Unë e preferoj pavarësisht a mjell kumull, apo arë, apo lajthi, apo çka do të është, vetëm me pas diçka mos me lën tokën. Se shëf, po e shëf që shumica shkon, po e shëf veta e shën. Vitin e parë, vitin e dytë shkon nëse nuk është krejta si ishna ka mund më konsultu tregova për shembull, në çdo send që e kom bon në bazë të burimit, e kom marrë idenë e tina edhe ushtarë dhe këtu të une do të një bo qështu, do të një bo kështu, dhe më thonë une nuk jam, une jam për me kry, une me pas si përfaqe unë hala mjellej. Do më thonë, ende kështë shtu si përfaqe. Hala kështu si përfaqe. Edhe nëse nuk kisha mujt me arrit vetë, edhe pse është puna shumë zërë është me gjithë punëtor me punu, po kisha menu me zgjenu apet. Edhe unë bëdu më të ru, që edhe nëse nuk gjon fuqi punëtore e di që të paktën për mënyrën se ç'është vjelet, asa është karakteristike ç'është vjelet, kumlla është pak më e lehtë me u vjel se sa kultura tjera, sepse fruti është më i fortë, ta mundson që edhe me më pak punëtor me arrit me mbjell edhe nuk me vjel edhe nuk don shumë punëtorë, se nuk don shumë ditë të vjeljes, kryet për një kohë pak më të shkurt, po du më të ru atë që me pas sipërfaqe më të madhe, sepse kjo ka me ta mësu me pas edhe prodhim më të madhe dhe fitim më të madh që realisht mja vlet barra qiran që e ke mbjell këtë plantacion të qoftë edhe nëse është për qeft ose kështu intenzive që e keni mbjell jo. Kënaqësia është sa më shumë të ketë në treg, mos të vjen
import nga jashtë. Ti kem tonët këtu. Edhe ta kemi prodhimin vendor. Ta kemi prodhimin vendor. E dim çka ka, hahet ndrysh diçka që kemi tonën vendore. Po gjithkush e ka idenë e vet. Normalisht. Përshëndetje edhe njerëz që na keni fritë. Përkundrazi që takimi juve kon më i rastishëm. Ka dalë një bisedë shumë e rastishme, mirë po. Edhe po jam shumë e mirë. Faleminderit edhe për juve. Jeni të mirë se ardhën. E inshallah bëhen edhe kumllat jeni të mirë se ardhën edhe në vjelje. Edhe në vjelje. Kismet me një ark në kumbull. Faleminderit shumë. Kismet. E kështë po e shohim shikuesdashë tashmë biseda ka përfunduar, ndoshta disa këshilla të fundit sa i përket kulturës së kumbullës. Siç po e shohim edhe prej kësaj teme në afërsinë tem, ky është një bosht i cili thirret boshti qendror dhe krasitja është me bosht qendror, sepse kjo ja mundson që krejt degët me arrit me pas ajrimin edhe dritën e mjaftueshme. Këto zakonisht din me pas një rëndesë gjatë kohës kur të bëhen frutat, edhe të rritën normalisht degëzat edhe kështu i mundson ajrim në të gjitha anët e pemës. Edhe i mundson që të ketë ndryshim adekuat, mirë që frutat na rriten në mallësinë e duhur edhe të kemë sasinë e duhur të prodhimit. Mirë, por këto nuk janë të vetmet kushtet të cilat kumbulla i don. Zakonisht edhe prej shijes së thartë mundna me kuptuar që do një tokë të lehtë acidike prej mbi 6.0 deri në 7.5, por nuk duron toka alkalike. Edhe zakonisht tokat aluviale ose ato të përziera janë kryesisht ato që më shumë i don ose tokat e lehta, po mbi gjitha tokat të kullueshme, të cilat nuk arrin me mbajtur ujë në rrënjë, për shkak që kjo na mundson që mos të kemi kalbëzim të rrënjeve. Pjesën tjetër mundna me kuptu kryesisht nëse marrim një agronom ose punojnë për çfarë do lloj plantacioni që të keni, për shkak që kumbulla është një kulturë që i përshtatet klimës kontinentale, mirë po don kushte specifike sepse është kulturë bërthamore. Bërthamori quhet gjitha ato kultura të cilat faren e kanë në formë të bërthame siç janë kumbullat, po siç janë edhe kajsit. Këto janë veç disa prej informacioneve bazë, informacionet e tjera ju mundi me i marrë nëpërmjet agronomëve ose nëpërmjet instituteve bujqësore më të afërta të plantacioneve të cilat i keni. Për shumë detajet e tjera i kemi ndjek edhe në storyen e parë, që ne kemi storyen e internetit për kushtet specifike që i don kultura e kumbullës. Po edhe nëpërmjet bisedës ju mund me kuptu pak a shumë se çfarë investimi don, cilat janë sfidat, po edhe sukseset që mundi me i pas nëse veç doni me mbjell prej vitit 2026 kulturën e kumbullës. Unë po ju le takim të dielën tjetër me informacione të tjera, me kultura të tjera, po ashtu edhe në komuna të tjera. Deri në të dielën tjetër nga Onda Fina, mirëmbëjtje dhe miru ta kopshim.